asnjë sport tjetër që do mund ta bëj Shqipërinë kaq vizibël sa do ta bëj Giro e Italisë. Ju e thatë më parë që janë më shumë se 200 televizione nga e gjithë bota që do ta ndjekin live këtë event. Dhe sigurisht që kryeministri ka bërë punë të mira me imazhin viziv të Shqipërisë. Pra kuptohet që me anë të këtij eventi do promovohen turizmi, qëllimi kryesor është ky. Do promovohen rrugët ku si pasojë më pas mund të na mbeten rezultate pozitive sepse funksionon në sportin e ciklizmit funksionon në këtë mënyrë. Ekipet të ndryshme, siç janë dhe ekipet profesionist, në sezonin e pushimit, në sezonin dimror, shkojnë në përkambe trajnimi ku aktualisht është shumë e frekuentuar Spanja. Okay. Mund të kthehet në të ardhmen si destinacion Shqipëria, duke qenë sepse ka resurse shumë të mira natyrore, pra kemi shumë afër malet ku sportistët mund stërviten, natyra është e mrekullueshme, kemi pothuajse 9 ose 10 muaj kohë të ngrohtë me diell, ku ciklizmi ka nevojë dhe kemi shumë pak shira. Por ndodh për të vetmen arsye sepse Shqipëria nuk është promovuar më parë në këtë formë. Pra është një ngjarje e jashtëzakonshme në të gjitha drejtimet. Unë uroj që të ndodhi që jehona e Giros të vazhdojë më tej, mos të mbetet thjesht një koncert siç ndodh rutinë në për gjitha qytetet që shikohet 2-3 orë dhe më pas kthehen gjithë në shtëpi dhe asgjë nuk ndodh, asnjë nuk do bëhet kongëtar. Uroj që dhe Giro e Italisë të lë pasoja në rinin shqiptare dhe mos ndodhi që mos kemi asnjë ciklist më pas. Po, pra. Megjithatë, mbetet për të parë, sepse unë thash më parë që ne nuk jemi fare të përgatitur në lidhje me këtë drejtim, sepse menaxhimi i klubeve sigurisht kërkon një çështje logjistike, pra kërkon një staf të mirë përgatitur, kërkon një lokacion ku ata duhet të stacionohen, nuk është e mjaftueshme vetëm hoteli, por duhet të ketë edhe asistencën teknike të duhur, ku për momentin në Shqipëri janë